Kjo ka ardhur si rezultat i një fakti që unë dëshiroj ta risjell në vëmendjen e gjithëve. Në vitet e poshtrimit, siç unë i quaj dhe do t'i quaj gjithmonë, ato vitet kur na jepte Kadiu, po na e refuzonte Aliu, do me thënë kur komisioni rekomandonte hapjen e negociatave dhe për shkak të 1, 2, 3 vendeve Këshilli nuk arrinte dot t'i hapte negociatat me Shqipërinë, ne kemi bërë eksaktësisht atë që e kam përsëritur aso kohë. Jemi përgatitur për ditën kur negociatat do të hapeshin dhe kemi punuar njësoj sikur të ishin hapur. Dhe për këtë arsye, grupi ynë negociator ka shkëlqyer në këtë proces, sepse nuk ka vajtur në tryezën e negociatave për të mësuar aty se çfarë do të bëj, por ka qenë i mirë stërvitur gjatë epokës 3 vjeçare të poshtrimit të Shqipërisë.